Nguva që gazetarin në intervistë që kishtë dhënë në televizion i Klan Kosovës. Problem ka vdek për këtë vend të pagushme i Serbia, a më rësoj, nana e më ndjerë. Vesh nga një mi. Ka ushtrisë këndorë Kosovës me të bukë. Djali i saj sot etiketohet si bashkëpunëtor i Serbisë. Vrasja nuk është dëshme plan për solucionale. Shka merë shumë interesant këta gazetartë, kur e njën vetin shumë keq edhe prap kthehen luftës, ushtrisë çlirimtare, dëshmorëve, jam djali këtina, jam nipi këtina, jam ai tjetri, jam ky tjetri, qysh po na ofendojnë. Po ky gazetari punon në Klan Kosovën, Klan Serbia. Ky e din shumë mirë që Klan Serbia është e regjistruar në Serbi. Ky pa harron asnjëherë si djali dëshmorit nuk ka dalë me thonë ka dole se unë jam të punu për një televizion që është e regjistruar në Serbi. Hajde e kaloj. Para 2 muaj dite, kjo ministrja e Gërvalla ja pat postu një letërnjoftim pronarit Klan Kosovës, letërnjoftimin serbisht. Letërnjoftimin në shkive. Mas 25 vjetë, pronari i televizionit ku punon ky djali e ka hala serbisht. I njëjti gazetar, qysh nuk dul me thonë bre njëherë me thonë, e ka dole preso, ne jam djali dëshmorit. Edhe me thonë, jo, në s'punoj për ty. Se ti pe mon, që ta që ma kanë vra babën, ma kanë vra familjen, ma kanë vra këto, ato, edhe ti hala mas 25 vjetë për malë letërnjoftimin e shkive në gjep, edhe po shëtitesh na për Kosovë, na për krejt Jugoslavien, në Malzije, Serbije, në Tanand, me letërnjoftim të shkive, edhe delan kohët po më thojnë, që po të pagun shkit, po të pagun Rusia. Po normal që të thojnë kur punon për një shpion. Në shtati si merë para ti s'pe shkive. Po ta shet se a ka kush që mbind mu që Klan Kosova nuk paguhet prej Beogradit. A ka kush që mbind mu që ti si gazetar nuk merë rrugë prej Serbijës. Deri sa punon për shki, normal që gjinja kanë me dëshua, kanë me thonë. Po, është logjika në kjo punë. Se me kon patriot, ja kështë gjumë me kamera, me mikrofona, me letërnjoftima, me krejt, momentin që ke pa pra 2 muaj dite letërnjoftimin e këtina, që ka thonë e i ka dole se a i ka dole në publika letërnjoftimi i pronarit Klan Serbijës. Edhe ti hala vazhdojnë punon e delankosh në tjetër në televizion që shqiptarët po më thojnë jo kështu, për normal që thojnë në burë. Në kofsh patriot gjuje mikrofonin, të s'punoj për ty. Ajo dhe ne për makona, kënina për më dhenë, që të dyat nuk shkojnë bashkë, për më vjen keq gazetarë, shumë keq për më vjen, po, nështë e shumë djallë mirë, në type nuk njëf, as nuk i di kush je, ama punon për Klan Serbien, edhe delan kosh që për më thojnë shqiptarët, për merë parë prej Serbijës, normal që kena me thonë, valla edhe 500 vjetë një tëfsh, njëtën fjallë kena me thonë. Vesh më së mërzit për atë punë. Ja, që ato më kitë sikur, jo djalli dëshmorit, po djalli hanës me kone i dilit, e me kone djalli zotit, që se punon për një pronar që shështë Klan Kosova, me letërnjoftima e regjistrum hala në Serbi si televizion, unë nuk di shka me thonë tjetër sen, vesh që ato s'kan me ta shkuq, edhe 20 vjetë kanë me ta thonë njëtën në sen, edhe mësë mërzit, mësë jep vetit stres shumë, rej qetë, për ndryshe, banu patriot, gjuja mikrofonin të jo nuk punoj, për një televizion që është i regjistru në Serbi, për një pronar që hala letërnjoftimin e ka shkive. E tani na nalëm e nuk thuna ko që. Për ndryshe keme vazhdu qështu.